Afro 2 javë pasi qeveria shqiptare kaloi në Këshillin e Ministrave fondin e dëmshpërblimeve që i hap rrugë investimit për rikualifikimin e hyrjes së Shkodrës, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit zbarkoi të hënën me prishjen e ndërtimeve në këtë zonë. Janë 10 objekte që do të rrafshohen nga fadromat e inspektoriatit, pasi më herët pronarët janë njoftuar mbi vendimin dhe kanë nisur procedurat e dëmshpërblimit. 10 objekte të shpërndësuara dhe pas përfundimit procedurave shpërndësimit e rifillojmë sot punën për lirimin e sheshit të ndërtimit ku do realizohet projekti i rikualifikimit të hyrjes së qytetit dhe brekut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Ndërkohë, paralelisht po vazhdojmë punën e nisur pak ditë më parë në liçenin e Shkodrës për heqjen e gjitha strukturave të paligjshme në shtratin e liçenit dhe të lumit Buna. Pra aksioni do vazhdoj për disa ditë deri në pastrimin e plot të sheshit të ndërtimit, liçenit Shkodrës dhe të shtratit lumit Buna. Një pjesë e tyre po kryen veç montimin e strukturave dhe lirimin e hapësirave, ndërsa i gjithë aksioni është ndjekur nga afër prej Policisë së Shtetit dhe forcave të sigurisë kombëtare, edhe pse nuk ka patur rezistencë nga ana e pronarëve. Jo, përkundazi janë përgjigjur pozitivisht, kanë që në momentin që ju kemi bërë njoftimet, kanë filluar lirimin e godinave dhe nuk kemi pasur asnjë rezistencë. Në total janë 21 objekte që do të shëmbën për t'i hapur rrugën zbatimit të plotë të projektit, rikualifikimi i hyrjes së Shkodrës dhe bregut perëndimor të liçenit. Sipas vendimit, pronarët do të kompensohen me një vlerë të përgjithshme prej mbi 402 milion lekësh që do të përballohet nga buxheti i shtetit. Projekti i ri i hyrjes së Shkodrës, i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe mbështetur nga qeveria, synon transformimin e zonës në një hapësirë multifunksionale dhe rekreative. Ai përfshin krijimin e një parku prej 17 deri në 18 hektarësh që do të përmbajë mjedise sportive, shëtitore për këmbësorë dhe biçikleta, pika panoramike për të shijuar pamjen e liçenit, si dhe hapësira për aktivitete dhe koncerte. Pjesë e këtij projekti janë edhe fushat e reja sportive dhe një moliri që do të lidh molet e Shirokës dhe Zogajve.